Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjashëm Besimi i Krishterë Ortodoks. Tema që do të mbajmë sot ka të bëjë me një fjalë. Pra, duhet apo jo ta përdorim fjalën kurvëri. Kur sot përdoret ose dëgohet privatisht apo publikisht fjala kurvëri, disa njerëzve ju bën shumë përshtypje negative, duke si një fjalë e rëndë, fyese, e patolerueshme, turp që të thuhet, apo si një skandal për publikun. Madje kur dikush e thot mediatikisht, e censurojnë dhe është një tendencë që fjalën kurvëri në diskutim apo edhe në predikim ta zëvendësojmë me fjalën imoralitet ose prostitucion. Por fjala kurvëri në çdo gjuhë, edhe në shqip, ka kuptimin e saj specifik. Konkretisht në çdo gjuhë kurvëri përcaktohet si marrëdhënie thjesht seksuale, jashtë martese, pa marrë parasysh ndjenjat ose angazhimet, detyrimet martesore, por është një marrëdhënie seksuale vetëm për kënaqësinë e instinktit seksual, episodik apo të vazhduar me një partner ose me shumë të tjerë. Ky është koncepti i fjalës kurvëri. Jo vetëm në zhargonin e përditshëm të gjuhës popullore, por dhe në shkrimin e shenjtë, që është fjala e Zotit të tërëshënjtë drejtuar njerëzimit, fjala kurvëri është shumë e përdorur dhe përdoret si diskreditim dhe qortim të mëkatit të kurvërisë, pra, ose kurorshkeljes, dhe ka një konotacion të dyfisht si kurvëri mishore, trupore ose dhe frymore. Në shkrimin e shenjtë, fjala kurvëri përcaktohet si kontakti seksual i jashtë martesës ose fejesës fetare, edhe pse në Dekalogun, që na tregohet për 10 porosi që Zoti i dha Mojsiut në malin Sinaj, që përbën gjithë shtyllën kurrizore të ligjit mozaik, por që është edhe për ne krishterët, në porosinë e 7 urdhërohet mos shkel besnikërinë bashkëshortore. Asnjëherë këtë porosi nuk duhet ta kuptojmë të shkëputur nga kurvëria, pra mes të pamartuarve, sepse siç është e ndaluar kurorshkelja mes të martuarve, po ashtu është e ndaluar në dhjetën e vjetër, por dhe në dhjetën e re, pra në ligjin mozaik, por edhe në atë çfarë mësoi Zoti Jezu Krishti, siç shikojmë më poshtë, është e ndaluar edhe kurvëria, që është marrëdhënie jashtë martesore. Më konkretisht në ligjin mozaik, në lidhje me kurvërinë, na thuhen këto gjëra, dhe sipas ligjit, ai që kapi në kurvëri ose kurorshkelje dënohej me lapidim apo me vrasje me gur, ashtu siç urdhëron ligji. Konkretisht, po në qoftë se vërtetohet fakti se tek ereja flasim vigjeresha, nuk janë gjetur shenjat e vigjerisë, atëherë do ta nxjerrin të rend tek pragu i shtëpisë së babait të saj dhe njerëzit e qytetit do ta vrasin me gur, dhe ajo ka për të vdekur sepse ka kryer një vepër të turpshme në Izrael duke bërë kurv në shtëpinë e atit të saj. Kështu do të shkelësh të keqen nga gjiri juaj. Pra, ky ligj ndalonte të gjithë ato vajza të cilët e humnin vigjerinë e tyre, duke bërë marrëdhënie jashtë martesore. Por vazhdon përsëri na thuhet për ata të cilët pra ishin të martuar dhe bënin kurorshkele. Në rast se një burr gjendet në shtrat me një grua të martuar, do të vriten që të dy, si burri që ka rënë me gruan dhe gruaja vet. Kështu do të shkuresh të keqen nga gjiri i Izraelit. Ku një vajzë e virgjër është e fejuar dhe një burr e gjen në qytet dhe bie në shtrat me të, që të dy do t'i çonin në portat e atij qyteti dhe do të vriten me gur dhe ata do të vdesin. Vajza, sepse ndonse ishte në qytet, nuk bërtiti, dhe burri duke shndërruar gruan e të afërmit të tij. Kështu do shkuresh të keqen nga gjiri yt. Por ky ligj kishte një lehtësim për një vajzë e cila përdhunohej jashtë qytetit, pra kur ajo ishte në ar, nuk dënoi vajza sepse ajo mund të ketë bërtitur, por duke qenë se ishte jashtë qytetit, njerëzit nuk e ndihmonin dot, dhe dënoi vetëm përdhunuesi. Por në rastin se ka ndodhur brenda një qytet, pra në një vend të banuar ku vajza ose gruaja mund bërtasi, atëherë ajo e ka kryer kurvërinë ose kurorshkeljen me dëshirën e vet, kështu që dënohet bashkë me përdhunuesin. Këto ishin ligje që i kishte vendosur Perëndia tek populli i Izraelit. Po ashtu vazhdon
që dënoi jo me vrasje, po me gjobë, në qoftë se dikush shkonte me një vajzë virgjëresh, pra ai bënte kurvëri, por nuk merrte gruan e tjetrit. Dhe çfarë thot ligji më konkretisht? Në rast se një burr gjen një vajzë të virgjër që nuk është e fejuar dhe e martuar, sepse duhet dini se në dhjetën e vjetër dikush nga vajzat ishte e fejuar, ajo quhej e personit dhe në një farë mënyre kishte karakterin e martesës. Pra, në rast se dikush gjen një vajzë të virgjër të pafejuar, e merr dhe bie në shtrat me të dhe kapet në flagrancë, burri që është i shtrirë me të do t'i jap atit të vajzës 50 sikle argjendi dhe ai do të bëhet bashortja e tij, sepse e ka shneruar dhe nuk mund ta përzër sa të jetë gjallë. Pra ligji detyronte të gjithë ata që përdhunonin një vajzë të virgjër, pra ata ta merrin atë për gruan e tij duke paguar edhe gjobën. Dikujt sot në një shoqëri liberale seksualisht, ku këto ligje kundër kurvërisë dhe kurrëshkeljes patjetër i duken absurde, shumë të ashpra, por mos ta harrojmë se gjitha këto ligje ishin porosi të Zotit tan tek populli i Izraelit, ishte i vetmi popull monoteist, dhe kur popujt e tjerë ishin pagan dhe pra nuk ishin të tilla ligje dhe ishin të çlirshëm në lidhje me kurvërinë dhe me kurrëshkeljen. Por, kur popujt pagan u bën të krishterë, këto ligje biblike frymëzuan në këto popujt të krishterë, kanune, kode civile për martesën dhe kundra kurvërisë dhe kurrëshkeljes. Ashtu siç kemi edhe tek kanuni i Legdukagjinit, flasim në vitet 1459-1479, që siç dim është një kod civil për të rregulluar marrëdhëniet shoqërore, sidomos dhe të shenjtërisë së martesës, dhe kjo jo vetëm në zonat e veriut, por edhe në zonat e jugut, dhe ishte një kod deri në vitin 1929, kur hyi në fuqi pasaj dhe kodi civil i shtetit shqiptar i mbretit Zog. Por le të kthehemi dhe sqarojmë dhe konceptin biblik se çfarë është kurvëria shpirtërore, sepse tham që në shkrimin e shenjtë kurvëria ka dy, si them, koncepte ose karakteristika, si ajo trupore që ne e përmendëm më sipër dhe dënojmë me ligj, me vdekje. Dhe kemi edhe kurvërinë shpirtërore. Kurvëria shpirtërore është një akt shpirtëror dhe formal ku një besimtar tradhon Zotin e vërtet dhe lidhet direkt ose indirekt me zotat të rrem, perëndit të huaj apo idhujt dhe bestytnit. Kjo situatë cilësohet apostazi dhe cilësohet në Bibël si kurvëri shpirtërore ose thyrje kurore me Zotin, sepse lidhja e perëndis me popullin e Izraelit konsiderohej si një lloj martese frymore, ashtu si profeti Jeremia qorton Izraelin. Po ashtu si një grua nuk është besnike ndaj burrit të saj, kështu ju keni qenë jo besnik ndaj meje, o shtëpia e Izraelit, thotë Zoti. Tek profeti Osea, e cili me të njëjtin shpirt si profeti Jeremia, edhe ai qorton Izraelin për kurvërinë shpirtërore duke rënë në idhujtari Izraeli. Populli im konsulton idhujt, prej druri dhe shkopi i tij jep udhëzime, sepse fryma e prostitucionit i devion dhe ata kurvërohen, duke u shmangur nga perëndit e tyre. Ata bëjnë flijime mbi majat e maleve, djegin temjan ndër kodra në lisin, plepin dhe bafrën, sepse hija e tyre është e këndshme. Prandaj bijat e tyre kurvërohen dhe nuset e bijve të tyre shkelin kurorën. Nuk do t'i dënoj bijat e tuaj nëse kurvërohen, as nuset e bijve tuaj nëse shkelin kurorën, sepse ata vetë veçohen me prostituta dhe afrojnë flijime bashkë me prostitutat e tempujve, prandaj njerëzia që nuk ka mend do të vdes. Profeti Osea, siç e dëgjuam, qorton popullin e Izraelit, po jo në mënyrë të përgjithshme, në mënyrë konkrete për kurvërinë shpirtërore, që do të thotë vajzat dhe gratë, por edhe burrat kuptohet, shkonin dhe bënin këto rite okulte duke adhuruar natyrën siç bënin dhe paganët, po bënin dhe sakrifica. Dhe gjitha këto ishin të neveritshme për sytë e Zotit dhe quheshin kurvëri dhe shkelje kurore nga Izraeli ndaj Zotit Perëndis, sepse bestytnit dhe të gjithë këto ritet okulte nuk ishin gjë tjetër veç se tradhtim ndaj Zotit dhe bashkëpunim ose bashkëpjesmarrje me demonët. Pra ishte një adhurim demoniak. Dhe do dini se në atë kohë paganët kishin prostituta
që bënin prostitucion të shenjtë, në thonjza, në tempuj pagan, se kështu ata afroheshin me perëndit pagane. Perëndit pagane nuk ishin gjë tjetër, veçse sajesa të pasioneve njerëzore. Pra njerëzit të cilët donin të përligjnin kurvërinë ose kurorshkeljen, madje edhe perversionin, krijonin këto mite, krijonin këto figura hyjnisht në thonjza dhe bënin dhe statujat, bënin dhe tempujt, po bënin dhe rite kurvërie dhe prostitucioni që për të përligjur pasionet e tyre. Pra atë njerëzit thonin, kur këto i bëjmë perëndit, pse mos i bëjmë ne njerëz, sepse ne jemi të krijuar nga perëndit. Dhe në këto tempuj, këto prostituta me lek bënin marrëdhënie me pelegrinët që kështu të merrin fuqi nga perënditë, siç ishte për shembull perëndia e Epshit Afrodita. Por të njëjtën gjë bënin edhe vajzat e gratë izraelite, të cilat edhe pse ato ishin të ndriçuara, pra sipas ligjit që të adhuronin Zotin dhe të adhuronin Zotin sipas traditës traditës fetare të popullit Izraelit, ato bënin këto si them rite okulte fshetës. Prandaj thot profeti Isaia që vajzat tuaj kurvërojnë, kurse nuset tuaj bëjnë kurorë shkelje. Dhe këtu e ka fjalën për kurvërinë shpirtërore. Por kurvëria shpirtërore çon pastaj edhe në kurvërinë trupore. Ato janë të lidhura me njëra tjetrën. Por jo vetëm Izraeli, por edhe Babilonia, e cila cilësohet në shkrimin e shenjtë kurva e madhe, që simbolizon pushtetet ateiste të kombeve pagan, qortohen nga drejtësia hyjnore dhe dënohen gjatë historisë kozmike, pra botërore, sepse këto qytetrime kurvorojnë si trupërisht dhe shpirtërisht me demonët dhe me njëri tjetrin. Eja do tregoj gjyqin e kurvës së madhe, që është ulur në ujërat e shumta, me cilën u kurvëruan mbretërit e dheut dhe banorët e dheut u dehen me verën e kurvërisë së saj. Po ashtu kemi edhe këto fjalë. Dhe më çoi një frymë në një shkretir dhe pash një grua që rinte mbi një bish të kuqe, plot me emra blasfemie që kishte 7 krerë dhe 10 brirë. Dhe gruaja ishte veshur me purpur, me të kuqe të ndezur, e stolisur me ar, gur të çmuar dhe me margaritar. Kishte në dorë një kupari plot me neverit dhe ndyrësitë e kurvërimit të saj, dhe mbi ballin e saj ishte shkruar një emër, Mister, Babilonia e Madhe, nëna e lavireve dhe neverive të dheut. Pastaj, përsëri tek libri i Zbukuris lexojmë: Ra Babilonia, qyteti i madh, që ka lënë të pinë gjithë kombeve verën e zëmërimit të kurvërimit të saj. Dhe përsëri tek Zbulesa lexojmë: sepse nga vera e mërisë së kurvërimit të saj ka pirë gjithë kombet, dhe mbretërit e dheut me të u kurvëruan, dhe tregtarët e dheut u pasuruan për shkak të luksit të saj të shfrenuar. Pra, Babilonia, si thash, simbolizon jo vetëm Babiloninë që në historike flasim, por dhe gjitha sistemet ateiste kundër Perëndisë, të cilët kurvëronin jo vetëm në shturje morale, por kurvëronin dhe me demonët, pra merreshin me hyshtje, me magji, me okultizëm, dhe kështu ata mbanin pushtetin e tyre. Por shikoni se si pra personifikohet nga ana vizuale Babilonia, një kurvë e veshur me të kuqe. Pra për treguar se e kuqja si mbahet simboli i erotikës, pra kur i përshtatet kurvërisë, pra është një veshje të cilët po ta shikojmë dhe në aspektin historik, gjithmonë e kanë mbajtur prostitutat ose kurvat për të joshur të tjerët. Pra, duhet dim të dashur të krishterë se kurvëria, si thash, është edhe trupore, është edhe shpirtërore, dhe ajo ka edhe simbolikën e saj. Dhe në dhjetën e re, ku theksohet mëshira e Perëndisë me anë të Hirit në Isu Krishtin, i cili si biri i Perëndisë dhe biri i njeriut erdhi për të falur mëkatet e njerëzve, edhe kurvërinë, edhe kurorshkeljen, madje ai për këtë dëmshuri që kishte për mëkatarët u quajt në mënyrë fyese nga farisejnë miku mëkatarëve, ai që falte doganjerët dhe prostitutat, që për farisejnë ishin të pafalshëm. Përsëri fjala kurvëri është përdorur shumë herë si denoncim dhe qortim për mëkatet trupore jashtëmartese. Konkretisht fjala greke, pornia, që ka kuptimin e mungesës së dlirësisë, një term i përgjithshëm për gjithë marrëdhëniet seksuale të palishme, si kurvëria, kurorshkelja, gjendet 25 herë në Dhjetën e Re. Për shembull, në Ungjillin sipas Mateut,
që është përkthyer që në shekullin e parë në greqisht, që ishte dhe gjuha e kombeve, përmenden fjalët e Krishtit, birit të Zotit, duke thënë këto fjalë më konkretisht. Por unë po them, kushdo që përzë gruan e tij me përjashtim të rastit të kurvërisë, e bën atë shkel kurorën, dhe kushdo që martohet me një gruaj që të ndarë shkel kurorën. Përsëri Krishti përmend fjalën kurvëri kur thotë, sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkelja e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e reme, blasfemit. Në Ungjil, po ashtu, pra në Dhjetën e Re, kemi edhe këshillat e apostujve të Krishtit, të cilët ishin mësuar nga vetë Krishti, që ju flisin edhe kombeve. Shikoni çfarë na thuhet tek veprat e apostujve. Kur apostujt u drejtuan kombeve, hiqnin dorë nga dotjet e illujve, nga kurvëria, nga gjërat e mbytura dhe nga gjaku. Po ashtu, apostulli i kombeve, Pavli, që cilësohet si dhe goja e Krishtit, shkruan në letrat e tij pastorale kundra kurvërisë dhe përdor fjalën kurvëri. Perëndia im do të më përulë në mes tuaj dhe unë do të vajtoj për shumë nga ata që kanë mëkatuar më parë dhe nuk u penduan për fllëgësinë, kurvërinë dhe shturjen që praktikuan. Dhe vazhdon apostulli Pavli në letrën e drejtuar Galatëve, thotë: "Dhe veprat e mishin janë të zbuluar dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shturja, idhujtaria, magjia, armiqësit, grindje, xhelozit, mërit, zënkat, poçarjet, tarafet, smira, vrasjet të deurit, grykësia dhe gjërat e ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj, sepse ju thash dhe më parë sa ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë." Pra, shikoni se apostulli Pavli cilëson të parat si veprat e mishit, dhe kur flasin veprat e mishit e natyrës së rënë mëkatare, është kurorshkelja dhe vjen kurvëria. Normalisht, si kurorshkelja dhe kurvëria është marrëdhënie, si them, kundra martesës ose jashtë martese, pra është një marrëdhënie seksuale. Por kurorshkelja renditet e para kurvërisë, sepse është shumë më përgjegjës një njeri që është i martuar dhe ai seksualitetin e tij e duhet ta ushtrojë brenda martesës, prandaj dhe njeriu duhet martohet që mos bjerë në kurvëri, dhe jo se ka justifikim kurvëria, por më shumë dënohet një i martuar që shkel kurorën se sa një i pamartuar që shkon dhe bën kurvëri. Por të dyja janë mëkate të vdekshme që ndaj njeriu nga Perëndia, dhe në qoftë se njeriu mbetet me këto mëkate, pra dhe sikur në jetën e tij vetëm një herë ai të ke bërë kurvëri, pra marrëdhënie jashtëmartesore, këtu futet edhe bashkëjetesa, ose të ke thyer kurorën dhe për këtë nuk është penduar, nuk është rrëfyer, atëherë mjafton ky mëkat që ai të shkojë në ferr. Dhe bashkë me gjithë mëkatarët e tjerë. Përsëri apostulli Pavli në letrën drejtuar Efesianëve thotë: "Të dini në fakt këtë, asnjë kurvar, i ndyr ose kurnac, i cili është idhujtar, nuk do të trashëgojë mbretërinë e Perëndisë." Dhe përsëri apostulli Pavli vazhdon: "Sepse ky është vullneti i Perëndisë, shenjtërimi juaj, të hiqni dorë nga kurvëria, që secili për ju të di ta mbajë në vet në shenjtëri dhe nder, jo me pasione epshi, jo si jo hebrejt që nuk e njohin Perëndin." Pra, jo si paganët, të cilët ishin dhënë në kurvëri dhe justifikonin kurvërinë dhe hynizonin kurvërinë me mitet e tyre dhe me perënditë e tyre, si them, epshore, siç tham edhe më sipër. Po ashtu në librin e fundit profetik të Biblës, që është libri eskatologjik i zbulesës, flitet qartë kundra kurvërisë si trupore, asaj dhe frymore që ne sqaruam më sipër. Shikoni çfarë na thuhet tek zbulesa. Këto janë fjalët e Zotit. "Po kam disa gjëra kundër teje, sepse ti lejon gruan Jezebel, që i quan veten profetesh, të mësojë dhe të mashtrojë shërbëtorët e mi të kurvërojnë dhe të hanë gjërat fliura idhujve. Dhe i dhash kohë që të pendohet për kurvëritë e saj, po ajo nuk u pendua. Ja unë e flaka atë një shtrat vuajtjesh, dhe ata që kurvërojnë me të në shtrëngim të madh dhe nuk u penduan për veprat e tyre." Pra, këtu na flitet në mënyrë profetike për gruan Jezebel. Jezebela ka qenë një mbretëresh në Izrael, po ishte një magjistare e cila ishte edhe në okultizëm, por edhe në shturje morale. Dhe këtu po na flitet për të gjithë ato gra ose ata njerëz të cilët thonë që janë me Perëndin, por fshetas ata shkojnë me demonët, pra bëjnë në kurvëri shpirtërore, e cila është e ndërthurur me kurvërinë trupore.
Përsëri tek libri Zbulet na thuhet, dhe ata nuk u penduan për vrasjet e tyre, as për magjitë e tyre, as për kurvërimin e tyre, dhe as për vjedhjet e tyre. Pra shikoni se si është ndërthurur mëkati i kurvërisë me mëkatin e vrasjes, me mëkatin e magjisë. Do thoni ju si? Po ja, dikush kurvëron dhe kemi një shtatzanit pa dëshiruar. Kjo pastaj të çon në mëkatin e vrasjes, pra bën abortin. Ose kurvëria trupore të çon dhe në kurvëri shpirtërore. Pra dikush që është i pamoralshëm trupërisht, nuk e ka problem të kurvërojë dhe me demonët duke bërë dhe rite magjike, okultizëm. Dhe këto janë gjëra të cilat ne i shikojmë tek njerëzit të cilët merren me këto punë. Pra, një magjistar është dhe një kurvar, ose e kundërta. Një kurvar ka predispozacionin të bëhet një magjistar. Fjala porneio ose pornej, që në bestidhen e vetër është përkthyer praktikoj kurvërin, krye kurvëri ose kurvërohem, shfaqet në 8 vende të vijuse të dhjatës së re. Për shembull, a nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis? Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë të trupit, por ai që kurvëron mëkaton në trupin e vet. Pra, Apostulli Pavli sqaron se kurvëria nuk është diçka e thjeshtë që njerëzit e mendojnë se unë bëra një bashkim trupor me X person dhe është një kur ham një dreg edhe secili shkon punën e vet. Jo, e keni shumë gabim nëse mendojmë kaq thjesht, sepse Apostulli Pavli tregon një gjë të fshehtë. Çfarë ndodh? Që fatkeqësisht nuk na i thon edhe shkenca e mjekësisë, po në një farë mënyre nuk na i tregojnë, sepse kur kryhet një akt seksual midis dy personave, ata nuk janë thjesht dy njerëz tashmë të veçuar, po bëhen një mish. Pra, qelizat e njërit kalon në qelizat e tjetrit. Pra, elementi i trupit njërit kalon në elementet e trupit tjetrit. Dhe kështu tek ty ose tek ajo kanë mbetur qelizat, kanë mbetur pjesa e trupit. Por jo vetëm pjesa e trupit, pra e bërë një mish me personin që ke një marrëdhënie seksuale, por edhe të gjitha gjendja shpirtërore, të gjitha çfarë ka një person në gjendjen e tij shpirtërore, mëkate ose të mira, flasim, kalojnë tek ty. Pra, kurvëria nuk është kaq e thjeshtë. Njeriu bëhet një mish me atë që kurvëron dhe bëhet një mish me atë që bashkëton në martesë. Prandaj thot burri lë nënën e babën, me gruan e vet bëhet një mish. Prandaj dhe marrëdhënia trupore lejohet vetëm brenda martesës me bekimin e Zotit, dhe ata burri dhe grua bëjnë një mish dhe flasim një martesë e bekuar, ajo është një bashkëtesë e bekuar dhe marrëdhëniet seksuale janë të shenjta. Të shenjtë janë dhe frutat, janë dhe fëmijët, kurse jashtë martese, çdo bashkëtesë është kurvëri dhe personi bëhet njësh me kurvën ose me kurvarin dhe kështu gjërat nuk janë kaq të thjeshta. Dhe gjitha kanë pasoja pasaj si një gjendje psikologjike, shpirtërore dhe trupore të atyre që kurvërojnë. Dhe kjo është dhe arsyeja për shembull që kemi edhe sëmundje që vijnë nga marrëdhëniet seksuale jashtëmartësore, të cilat janë sëmundje që ka shoqëruar njerëzimin deri më sot, ose siç është ajo sot sëmundja e sidës, që përhapet sidomos nga marrëdhëniet seksuale të jashtëmartese. Tek libri i Zbulesë na thuhet, por kam disa gjëra kundër teje, sepse ke aty disa që mbajnë mësimin e Balamit, i cili mësoi Balakun të vërë një gur pengese përpara bijve të Izraelit që tanë flijime idhush dhe të kurvërojnë. Balami ishte një magjistar që Balaku e thiri për të mallkuar popullin e Izraelit. Por çfarë tha Balami? I tha Balakut që popullin e Izraelit mund ta korruptosh duke çuar disa kurva, disa vajza të zhveshura që të provokojnë djemt dhe burrat e Izraelit, që kështu ato të bashkohen me këto kurva, që kështu ata të prishen moralisht dhe të ndahen nga Zoti. Kjo ishte praktika që përdori Balami për të degeneruar popullin e Izraelit. Po kanë disa gjëra kundër teje, sepse ti e lejon gruan Jezebel, që e quan veten profetesh, të mësoj dhe të mashtroj shërbëtorët e mi të kurvërojnë dhe të hanë gjërat flijuara idhujve. Tu flasin tashmë për kurvërinë shpirtërore, për idhujtarinë ose magjin. Dhe erdhi një nga 7 ëngjëjt që kishte 7 kupat dhe foli me mua dhe më tha: "Eja, do t'rregoj gjyqin e kurvës së madhe,
që është ulur në ujëra të shumta, me cilën kurvëruan mbretërit e dheut, dhe banorët e dheut u dën me verën e kurvërimit të saj. Këto janë gjitha të thëna në shkrimin e shenjtë. Dhe sidomos edhe te libri i fundit i Biblës që është zbulesa. Vazhdon përsëri te libri i zbulesës, sepse nga vera e mërisë së kurvërimit të saj kanë pirë gjithë kombet, dhe mbretërit e dheut me të u kurvëruan dhe tregtarët e dheut u pasuruan për shkak të luksit të saj të shfrenuar. Por tham që ajo që vjet re sot është që fjala kurvëri ju vret veshi njerëzve, madje kjo ka ndikuar ndonjëherë të heqim dhe nga përkthimi apo kur lexojmë në Ungjillin. Po ashtu edhe nga predikimi, sepse kemi frikë se mos njerëzit fyen kur e përdorin fjalën kurvëri dhe ndoshta na largohen. Po ajo që vjet re është se kjo fjalë ju duket shumë e rëndë dhe nuk e pëlqejnë ta dëgjojnë ata që vetë bëjnë kurvëri, kurorshkelje, madje pa i fshehur këto në opinionin publik, ashtu si shikohet rëndomt edhe në për reality show, pra në këto programe televizive, të cilët janë mbushur me plot histori roz. Pra, të vjen një çudi kur edhe publikisht bëhen marrëdhënie jashtëmartësore, dhe këto janë bërë trendi sot, dhe kur dëgjohet fjala kurvëri, këta stepen ose shqetësohen ç'është kjo fjalë, pse do ta dëgjojmë këtë fjalë, madje edhe e censurojnë. Dhe flasim edhe në për këto media, ku i japin skenat, po fjalën kurvëri e censurojnë. Kështu, nga ky presion nxitemi të zëvendësojmë fjalën me terma të tjerë si me termin imoralitet dhe prostitucion. Por, le të ndalojmë pak këtu. Fjala imoralitet, edhe pse mund të përshtatet pornias, kurvërisë, në vetvete ka një konotacion më të gjerë se fjala specifike kurvëri. Imoralitet, që do thot mungesë morali në përgjithësi, ose sjellje që bie ndesh me normat etike dhe shoqërore të pranuara. Pra, imoralitet nuk do thot thjesht një marrëdhënie seksuale jashtëmartese. Ka një konotacion shumë më të gjerë. Prandaj, imoralitet apo imoral dhe imorale vërtet përdoret për të përshkruar veprime, qëndrime ose mënyre jetese që konsiderohen të gabuara, të turpshme ose të papranueshme nga shoqëria ose nga një sistem vlerash të caktuara morale, por jo patjetër, siç thash, është një sinonim i fjalës kurvëri, si një akt seksual jashtëmartesë, sepse fjala imoralitet është një koncept subjektiv, sepse ajo që në një kulturë ose në një komunitet shihet si morale, në një tjetër mund ta pranojë si normale, si morale, dhe pra të pranueshme. Për shembull, kemi koncepte të ndryshme dhe ligje të ndryshme në lidhje për shembull me abortin, divorcin, nudizmin, drogën, madje dhe vjedhja konsiderohet si një akt imoral, apo jo? Apo intriga, ose dhe veprime politike konsiderohen si imorale. Ose për shembull, disa njerëz mendojnë se stili i jetesës së lirë është shenjë e imoraliteti, disa të tjerë është shprehje e lirisë personale. Pra, është subjektive koncepti i moralitetit dhe ka një konotacion shumë të gjerë. Kështu që, duke qenë subjektive fjala imorale, ndryshe nga kurvëria që është specifike për një marrëdhënie seksuale, trupore, jashtëmartese, ose si them duke shkelur martesën, patjetër që nuk i përshtatet dhe nuk e tregon realisht atë çfarë ne duhet të themi, siç e thot fjala e Zotit, shkrimi i shenjtë, për të qortuar kurvërinë dhe kurorshkeljen. Gjatë shekullit të 4 pas Krishtit, teksti grek biblik u përkthye në latinisht nga shën Hieronimi, ku quhet dhe Vulgata. Në Vulgat fjala greke porneia është përkthyer në fjalën latine fornicates. Dhe këtë pothuajse e kemi edhe në anglisht, që ka të njëjtin kuptim me fjalën pornia, kurvëri në shqip. Fjala kurvëri gjendet në Biblën e King James, por përkthimi modern dhe më të sakta, të tilla si të këtyre përkthimeve, thjesht zgjedhin që ta përkthejnë atë nga kurvëri në imoralitet. Por ky përkthim në vetvete nuk na jep, si thash, konotacionin e fjalës pornia, kurvëri, dhe në një farë mënyrë e zbë mëkatin e vdekshëm të kurvërisë. Pra, janë bërë dhe eksperimente edhe në përkthimet biblike që të hiqet fjala kurvëri edhe të zëvendësohet me imoralitet, siç e shikojmë dhe në këto biblat e përkthyera në shekullin e 15 në shoqëritë protestante. Por fjala prostitucion, porne, që në Dhjetën e Re është përkthyer dhe siç thash prostitucion, shfaqet në 12
vende vijuese, i kemi pjesë të ungjit në letrat. Përsëri, nuk është një fjalë e njëjtë me kurvërinë, sepse prostitucioni është fjalë që përcakton një aktivitet ku një person afron shërbime seksuale në këmbim të parave, dhuratave ose ndihmave materiale. Prostitucioni mund të shfaqet në shumë forma dhe është i pranishëm në shumicën e shoqërisë edhe me rregulla dhe ligje të ndryshme që rrethojnë. Kështu prostitucioni vërtet ka një marrëdhënie seksuale jashtëmartese, por këto marrëdhënie seksuale nuk bëhen vetëm nga dëshira siç është brenda kurvërisë, por ndonjëherë këto marrëdhënie janë të detyruara pa dëshirë me përdhun, si një skllave seksi ose nga nevoja ekonomike si një punëtore seksi. Prandaj, në prostitucion kemi viktima të shumë. Kjo është arsyeja që Zoti Jezu Krisht, edhe pse kategorisht ishte kundër prostitucionit, si një punë ose si një përfitim, përsëri i shikon me dëmshuri dhe i trajton me tolerancë prostitutat, sepse ato gjithmonë nuk janë kurva të rëndomta, por shpesh punëtore dhe skllave seksi. Plot drama dhe fatkesi. Prandaj edhe Krishti ju thoshte farisejve hipokrit: me të vërtet po ju them se ta gramblesit dhe prostitutat hyjnë para jush në mbretërinë e qiellit, sepse edhe këta farisejnë që hiqeshin të shenjtë, pra e kishin formalisht ligjin e Mojsiut, ata në jetën e tyre private kryenin kurvëri ose kurorshkelje. Dhe këte kemi në rastin kur përpara Krishtit quan një grua të kapur në kurvëri, pra, dhe quan te Krishti që ai çfarë do bënte? Do ta dënonte sipas ligjit të Mojsiut me lapidime, pra siguri, apo do ta falte? Por çfarë ju tha Krishti? Kush e ndjen veten të pafajshëm le të qelloj i pari këtë grua. Dhe shikojmë, na thuhet atje që të gjithë filluan të tërhiqen duke filluar nga pleqt deri te të rinjt, sepse të gjithë këta kishin kryer kurvëri dhe kurorshkelje, edhe pse hiqeshin si njerëz të shenjtë formalisht. Dhe Krishti i tha kësaj gruas që kapur në kurorshkelje: pra, ku janë ata që do të gjykojnë? Asnjë, o Zot. Edhe unë nuk po të gjykoj. Shko dhe mos më kato më. Pra, Krishti e fali këtë gruan, jo sepse Krishti e toleroi kurvërinë dhe kurorshkeljen. Por Krishti si Perëndi dinte dhe jetën e saj. Pse kishte rënë kjo në kurvëri? Kush e kishte shtyrë në kurvëri atë grua ose në kurorshkelje? Patjetër që ishin këta burrat, pra, që hiqeshin si të shenjtë, që kishin përdorur atë grua. Pra, në mos këtë, gratë e tjera, pra ishte shoqëria e cila kishte krijuar këto kushte për kurvëri dhe prostitucion ose kurorshkelje, edhe pse në aparencë ishte fetare dhe dënonte me gur ato që kapeshin në kurvëri ose në kurorshkelje. Prandaj Krishti kërkon që të demaskojë jo thjesht kurvërinë dhe prostitucionin, por dhe hipokrizinë e këtyre farisejve të cilët kurvëronin fshetas. Kjo do thotë se prostituta që detyrohet, por pendohet dhe do të heqë dorë nga prostitucioni, do tolerohet më shumë nga drejtësia hyjnore, se sa një kurv që kurvëron nga epshi pa detyrim, aq më keq nuk pendohet dhe justifikohet. Fjala gjithmonë ka një kuptim dhe ndikim e saj në psiqikën e atij që ka vesh për dëgjuar dhe dëgjon. Prandaj dhe fjalën duhet ta përdorim si duhet dhe ku duhet, po ashtu siç thanë dhe për fjalën kurvëri, imoralitet dhe prostitucion. Po pse sot ka një reaksion kur dëgjohet fjala kurvëri, siç e tham edhe në fillim të bisedës? Shkaku është vrasja e ndërgjegjes që ndjejnë këta njerëz dhe demaskimin për kurvërinë e tyre si para Zotit dhe shoqërisë. Dhe kjo i bën ata të reagojnë me hipokrizi si të turshëm, të fyer, të prekur, sikurse kur nuk kanë bërë asnjëherë mëkatin e kurvërisë. Kur e vërteta është krejt ndryshe. Ky lloj reagimi këtyre njerëzve është i ngjashëm me ata të sëmurë që janë të sëmurë, por janë mësuar me sëmundjen e tyre dhe nuk duan të shërohen, sepse kanë frikë jo vetëm nga diagnoza, por dhe nga terapia e dhimbshme e shërimit. Ata nuk duan të dëgjojnë mjekun për termën e sëmundjes diagnozës që kanë. Për shembull, nuk duan të dëgjojnë se ka një kancer, por duan të dëgjojnë thjesht nga mjeku se ka një hematom ose ka një gjendër diamore e tjera si këto, të cilët janë pranueshëm për veshin e pacientit, por nuk janë të vërteta. Dhe si përfundim, ky lloj pacienti nuk vonon shumë dhe do të vdes nga kanceri, sepse ai nuk pranoi të dëgjojë jo vetëm fjalën kancer, por as të angazhohet me mjekimin për të luftuar këtë sëmundje vdekjeprurse. Kështu
nuk është vetëm mendjelehtësia, këtu nuk është vetëm mendjelehtësia e pacientit, por dhe papërgjeshmëria dhe hipokrizia e mjekut, që për mos prishur relatat dhe përfitimet nga pacienti që e mban zvarr, nuk i tregon të vërtetës se ka kancer. Kështu ata që janë të infektuar dhe të smur me mëkatin e vdekshëm të kurvërisë dhe nuk duan të largohen prej saj, ose nuk janë të penduar realisht për kurvërimet që kanë bërë, ose kurorshkeljet, patjetër që nuk duan të dëgjojnë fjalën kurvëri, por fjala edhe pse është e rëndë, kur përdoret sakt, dhe në marrëdhënie me një tjetrin, dhe këtu flasim edhe në predikim, me vërtetësi është një bisturi për ta prerë kancerin moral dhe trupor, që është kurvëria. Këtu po flasim për fjalën e Zotit, që është e gjallë dhe vepruese. Ajo është më e mprehtë se çdo shpatë me dy teje dhe depërton deri në ndarjen e frymës së jetës nga shpirti, të kockës nga palca. Ai shqyrton mendimet dhe qëllimet e zemrës, nga thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Hebrejve. Dhe kjo fjalë e Zotit gjendet në Shkrimin e Shenjtë, që ne duhet ta dëgjojmë për veten dhe të o themi dhe tjerëve, jo për fyrje, jo për denigrim, por për diagnostikim dhe për shërim të sëmundjeve mëkatare. Sepse, çfarë tha Krishti? Nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Çfarë thot apostulli Pavli? Largoni nga kurvëria, çdo mëkat tjetër që bën njeriu është jashtë trupit, ndërsa ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet. Dhe për shkak të kurvërisë, secilit ketë gruan e tij dhe secila grua të ketë burrin e vet. Martesa të nderohet nga gjithë dhe shtrati martesor të jetë i papëlyer, sepse Perëndia do të gjykojë kurvarët dhe kurorshkelësit. A nuk e dini ju se të pa drejtën nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni. As kurvat, as illujtarët, as kurvarët, as illujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburruarit, as homoseksualet, nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Kurse për frikacakët dhe të pabesët, të neveritshmit dhe vrasit, kurvëruesit dhe magjistarët, illujtarët dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Të dashur të krishterë, para kur dëgjojmë këto fjalë që janë në Shkrimin e Shenjtë, na tregohet se fjala kurvëri nuk është retushuar, dhe as nuk është zëvendësuar me imoralitet dhe prostitucion, por është thënë ashtu siç duhet, me konotacionin e saj, dhe patjetër që edhe ne duhet ta përdorim, sepse nuk është fjalë turpe, se nuk është turp dhe gabim të thuash fjalën kurvëri, por turp është të bësh kurvëri dhe fatkeqësi dhe tragjedi është mos pendohesh për kurvërinë dhe kurorshkeljen. Dhe e mbyll të bisedë me një histori, që dikush pa ferrin dhe ferri ishte i mbushur plot. Dhe një fuqi angjëllore që i tha këtij personi: "Shiko se në këtë vend gjende njerëz që në jetën e tyre edhe një herë ka bërë mëkatin e kurvërisë ose të kurorshkeljes dhe nuk janë penduar." Prandaj kurvëria dhe kurorshkelja, që janë të përbashkëta, marrëdhënie seksuale jashtë martese ose kundra martesës, janë mëkate që i dënon drejtësia hyjnore, dhe në qoftë se dikush nuk pagëzohet ose nuk pendohet dhe rrëfehet që ti largohet ky mëkat, atëherë ky mëkat do ta shoqërojë në përjetësi dhe në përjetësi do të jetë si themi i ndar nga Zoti dhe në vuajtje të përjetshme në ferr që quhet dhe vdekja e dytë. Prandaj, fjalën kurvëri do ta përdorim për të përcaktuar mëkatin e kurvërisë, dhe në qoftë se kemi rënë në kurvëri ose kurorshkelje, mos të justifikohemi, por të shkojmë, të kërkojmë falje Perëndisë, të pagëzohemi ose të pendohemi dhe rrëfehemi që ta shlirojmë veten nga ky mëkat i kurvërisë edhe i kurorshkeljes, që fatkeqësisht ka mbushur ferrin. Të dashur të krishterë, mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.